أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Lavdi, falënderimi dhe adhurimi i takojnë Allahut, krijuesit absolut të gjithësisë. Vetëm atij mbështetemi dhe vetëm prej tij kërkojmë faljen e mëkateve tona, mbulimin e tmetave tona, si dhe pranimin e veprave tona. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta, çdo herë dhe pa ndërprerje ja adresojmë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij, deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Vëllezër dhe mota, vazhdojmë me trajtimin e temave rreth serisë zgjimi i zemrave. Kemi trajtuar disa prej temave thelbësore, e që gjitha këto mëtojnë zgjimin e zemrave tona. Pra janë kryesisht këshillat përgjithshme që fillimisht do t'i zgjojnë zemrat tona nga kjo përgjumje e thellë dhe bukur e gjatë. Pastaj me lejen e Allahut do të kalojmë në seri tjera për t'i trajtuar më në detaje të gjitha smundjet e zemrës dhe të gjitha mënyrat e shërimit të tyre. Një prej temave më të rëndësishme që ka të bëjë me zemrën është ajo e ndriçimit dhe errësimit të saj. Pra, zemra udhëton drejt ndriçimit apo errësimit të saj. Nga kjo kuptojmë se zemra nuk mund të jetë neutrale. Ajo detyrimisht ose do të ndriçohet ose do të errësohet. Një zemër që vazhdimisht është afër me Allahun subhanahu wa taala, ajo do të shohë qartë edhe në provat më të mëdha. Ndërkësh një zemër që është larg Allahut, larg krijuesit të saj, ajo nuk do të shohë, madje do të mbulohet e do të verbohet pothuajse tërësisht, edhe nëse jeton në mesin e luksit dhe argëtimit maksimal. Pra çdo gjë që i përket zemrës buron nga gjendja e saj. Gjendja e zemrës e cila përkon me ndriçimin me nurin që Allahu subhanahu wa taala e ka zbritur asaj, do të jetë për herë shembullore. Ndërkësh gjendja e asaj zemre e cila nuk përkon me nurin që Allahu ka zbritur për të, por ajo është errësuar me të kundërtën e saj, ajo padyshim se do të errësohet krejtësisht. Prandaj Allahu subhanahu wa taala fillimisht Kur'an na tregon se kemi të bëjmë me një Zot i cili është nur dhe dritë e qiejve dhe e tokës. Allahu thot: Allahu nurus samawati wal ard. Allahu është drita, është nuri i qiejve dhe i tokës. Pra kemi të bëjmë me burimin e dritës dhe të ndriçimit. Që do të thotë kjo zemër është krijuar për ta ndriçuar atë me nurin e Allahut subhanahu wa taala. E nuri i Allahut në tokë është fjala e tij, është Kur'ani. Prandaj Allahu thot në Kur'an: Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Juve ju ka ardhur nga Zoti juaj, pra jo nga njerëzit, madje as nga Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, por nga Zoti juaj që ju krijoi dhe ju begatoi. Dhe kjo është fjala e Allahut, nurun wa kitabun mubin, e cila është dritë dhe është libër i qartë. Në anën tjetër, Allahu tregon se e kemi për detyrë që ta pasojmë këtë nur. Pra ti ndriçojmë zemrat tona me të. Prandaj thot: fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna. Besojeni Allahun dhe të dërguarin e tij dhe nurin apo dritën të cilin Allahu e zbriti, pra Kur'anin. Boshti kryesor i gjithë kësaj që ne dëshirojmë të themi sot është ajo se çfarë është drita e zemrës. Pra ne duhet të hulumtojmë për atë se çfarë realisht quajmë dritë zemrës dhe si realisht ndriçohet zemra e njerëzit. Normalisht ne si besimtarë të Allahut që jemi, e kuptojmë se zemrat tona ose do të orientohen me dritën e Kuranit ose do të errësohen me errësirën e mosbesimit apo me të kundërtën e Kuranit. Prandaj sot njerëzit janë dy llojesh, nuk ka një lloj të tretë. Ose do të jenë për atyre që e ndjekin këtë udhëzim, ose do të jenë për atyre që e ndjekin rrugën e djallit mallkuar, pra të armikut të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ne sot shohim njerëz që i shohin shenjat e Allahut, por ka të tillë që jo që nuk i shohin shenjat e Allahut, por janë të verbuar pothuajse tërësisht. Kemi edhe për njerëzve të cilët sprovat i shohin si afërsi me Allahun, por ka edhe të tillë që i shohin si shkak i fundit të jetës së tyre. Po një herë kemi edhe të tillë që e shohin jetën si kuptim, ndërkësh disa të tjerë e shohin si zbrasti. Pra gjithë këto kategori, apo këto dy kategori njerëzish, dallojnë nga thelbi kryesor, nga drita dhe errësira.
Ata që qartazi i kuptojnë shenjat e Allahut, i kanë zemrat e ndriçuara me nurin e Allahut, me fjalën e Allahut. Ndërkaq ata të cilët nuk i kuptojnë dhe nuk i lexojnë shenjat e Allahut, e cilat janë të shumta, ata i kanë të rrësuara zemrat e tyre me atë që realisht e promovon djalli i mallkuar, i cili nuk e përballon nurin e Allahut apo fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Zemra nuk është vetëm vend emocioni, por është vend shikimi. Pra ajo që i njeh realitetet, i kupton ato është zemra, nuk është mendja. Prandaj Allahu subhanahu wa taala çdo herë i referohet qendrës së të kuptuarit e që është zemra. Thot: "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha." A nuk dalin ata nëpër tokë për të eksploruar, për të hulumtuar, që të kenë zemra me të cilat kuptojnë. Pra nuk tha mendje me të cilat kuptojnë, por tha zemra me të cilat kuptojnë. Mendje nuk e përmend Allahu fare, për arsye se mendja është pasuese e zemrës. Pra nuk është ajo mbi të cilën kuptohen dhe ngriten standardet jetësore, por është zemra. Me njerë pasaj përmendi shqisat, cilat orientohen bazë të asaj çfarë promovon dhe beson zemra. Prandaj tha: "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha." E të kenë edhe vesh me cilat dëgjojnë, sepse veshët, sytë tanë janë pasues të asaj çfarë ndjen dhe beson zemra jonë. Dhe në fund tha: "Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur." Nuk janë sytë ato që verbohen, por janë zemrat. Pra njeriu nuk sheh me sytë e ballit, por sheh me sytë e zemrës. Prandaj kemi raste që para nesh mund të kemi dy njerëz që në dukje janë të njëjtë, por në besim janë të kundërt. Në kuptim janë të kundërt, në interpretim janë krejtësisht të kundërt. Dikuj ja paraqet një ajet Kuranit dhe i rënqethet zemra, në anën tjetër dikuj ja paraqet një ajet Kuranit dhe ai e përqesh atë. Pra kush është arsyeja e kësaj përqeshje? Është errësimi i zemrës së atij personi. Pastaj syri sheh format, por zemra i sheh kuptimet. Besimtarët e Allahut nuk janë formal, nuk janë sipërfaqësor. Ata janë thellë. Ata përpos që i përjetojnë thellë mesazhet e Allahut, ata dhe i kuptojnë thellësisht. Prandaj sahabët e nderuar nuk ishin pra atyre që përvetësonin shumë teori, por përvetësonin shumë punë, pra kishin praktik. Për këtë arsye Abdullah ibn Mesudi thonte: "Nuk ka qenë praktike jona si sahab që me ngarku veten qoftë edhe me ajete kuranore të shumta. Sa herë që i mësonim 10 ajete kuranore, me njëherë mundoheshim që ato t'i kuptojmë dhe t'i aplikojmë në jetë. Pra nuk mësonim 10 të tjera, pa i kuptuar dhe pa i aplikuar në jetë këto 10 që vetëm se i kemi mësuar. Për dallim për nesh sot, ne jemi të ngarkuar, madje të bombarduar me informacione, por jo edhe me aplikim të këtyre informacioneve, jo me aplikim të mesazheve të Allahut subhanahu wa taala, sepse njeriu mund të ketë sy të hapur, por zemër të mbyllur. Njeriu mund të jetë shumë i arsimuar, por jo edhe i edukuar, jo i ngritur. Njeriu gjithashtu mund të ketë shumë informacion, por jo detyrimisht edhe udhëzim. Prandaj ne sot hasim në lloje të ndryshme njerëzish. Nga ata të cilët kanë shumë diploma, kanë shumë ngritje shkencore, por jo edhe edukative. Hasim në njerëz të cilët janë në gjendje të flasin për çdo gjë, por jo edhe për kuptimin e jetës. Hasim në njerëz të cilët janë në gjendje të ruajnë imazhin e tyre, por jo edhe shpirtin e tyre. Pra kemi të bëjmë me shtrembërim të kuptimit të jetës dhe përjedhoj pastaj edhe me shtrembërim të veprimtarisë sonë. Drita nuk është informacion, drita është udhëzim. Pra drita për cilën ne përflasim, drita udhëzuese e fjalës së Allahut nuk është thjesht informacion. Allahu nuk e ka zbritur Kur'anin për të na ngarkuar me teori, por për të ushqyer zemrën tonë me dritë. Nga se zemra e njeriu ka nevojë për dritë, ka nevojë për ndriçim. Ashtu si syri ka nevojë për dritë për të parë, zemra para së gjithash ka nevojë për dritën e vet. Dhe drita e zemrës është Kur'ani, është libri i Allahut. Prandaj një zemër e cila sheh me nurin e Kur'anit, ajo është në gjendje që të bëjë dallimin e të keqes nga e mira dhe me lehtësi e praktikon atë. Pra, e praktikon të mirën dhe largohet nga e keqja. Një zemër e ndritur, një zemër e ndriçuar me nurin e Kur'anit nuk ka nevojë për filozofi, nuk ka nevojë për shumë teori. Prandaj ne kemi
paraardhësit tanë, cilët nuk dinin shumë rreth fesë, por kishin bindje, kishin besim, siç përmendet një prej rasteve ku e kishin ftuar një dietar, goxha me renome të madhe botërore për kohrat e lashta. Dhe ai kishte vendosur që të fliste për temën e ekzistencës së Allahut. Dhe kur ajo pyeti çfarë jeni mbledhur, pse jeni organizuar kaq masovikisht, apo vjen filan dietari, tha, për të na treguar 1000 argumente për ekzistencën e Allahut. Ajo u çudit, tha, ai pas ka 1000 dyshime, prandaj po flet për 1000 argumente. Gjyshi im, rahmet past, hoxha i nderuar, ai thonte, po të mos ishte nga suneti që ta ngrisja dorën, gishtin në tehijat, nuk do ta veproja sepse më duket sikur po dyshoj në njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala. Përmendoni çfarë bindje kanë pas të parët tanë. Ata nuk kanë ditë shumë, nuk kanë pas shumë teori, por kanë pas praktik, sepse bindja është ajo që i përcakton orientimet tona dhe përrjedhoj edhe përfundimet tona. E bindja vije nga nuri, nga drita e Kuranit. Në anën tjetër, humbja e bindjes vije si pasojë e rrësimit zemrës, e largimit nga nuri i Kuranit, nga fjala e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj sot ka njerëz që dinë shumë, lexojnë shumë, shohin shumë, por janë më të hutuar se kurrë. Ka njerëz që teorikisht janë aq shumë të përgatitur, por praktikisht janë në gjendje parashkollore. Pra nuk janë në gjendje që t'i bëjnë zgjidhje edhe problemeve më elementare të jetës. Nuk janë në gjendje që t'i parafrojnë radhët familjare, e mos flasin për radhët shoqërore. Pra nuk janë në gjendje që t'i kalojnë brengat më të lehta jetësore. Prandaj bëjnë jetë kaotike, dramatike. Prandaj e bëjnë mizën buall, për dallim për një besimtari i cili mund sprovohet me sprovat më të rënda që ekzistojnë, por ai e ka qetësinë maksimale përballë tyre. Pra edhe në pranimin, edhe në tejkalimin e tyre, siç edhe ishin pejgamberët e Allahut. Ata ishin njerëzit më të sprovuar, por edhe më të duruar. Ata ishin njerëzit që nuk ka sprovë, që nuk i goditi ata, por për dallim prej të tjerëve, ata mbeten shëmbëtyra më e mirë e pranimit dhe i tejkalimit të këtyre sprovave. Errësira fillon kur njeriu humb aftësinë për ta dalluar të mirën nga e keqja, të vërtetën nga e pavërteta apo nga gënjeshtra. Pra kur e kota fillon edhe normalizohet, apo e vërteta fillon e bëhet e rëndë, bëhet rëndesë për një njeri. Kur mkati e humb peshën morale, pra i duket krejtësisht normale, dhe kur zemra më nuk të rënditet për atë që i ndodh. Normalisht, të gjitha këto gjendje janë proces i vazhdueshëm, janë proces i gjatë, që e kanë fillimin dhe mbarimin. Ashtu siç nata nuk ndodh me një herë, pra me një lëvizje dore, për ka një proces të errësimit, ashtu siç dita apo agimi i mëngjesit nuk shpërthen me njëherë në horizont, po ashtu edhe errësimi dhe ndriçimi i zemrave tona. Ekziston një proces i gjatë, edhe i errësimit, por edhe i ndriçimit të zemrës së njeriu. Prandaj errësira e zemrës nuk është vetëm të bësh keq apo të mendosh keq për dikë, por para së gjithash është të mos ndjesh se je duke bërë keq. Në momentin që njeriu e humb ndjeshmërinë e veprimit, sidomos në raport me të keqen, atij vetëm se i është errësuar zemra. Dhe një zemër e tillë ndodh vetëm atëherë kur e largon krejtësisht nurin e Kuranit, pra nurin e fjalës së Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, zemra ndriçohet gradualisht. Prandaj ne kemi fjalën e Allahut që e kemi për detyrë ta lexojmë vazhdimisht. E kemi për detyrë që ta aplikojmë vazhdimisht, nga se krijesa njerëzore është krijesë që konsumohet, harxhohet. Dhe për këtë arsye nuk mjafton që një herë ta besosh dhe ta aplikosh në jetë mesazhin e këtij libri, por duhet vazhdimisht që ta besosh dhe ta aplikosh atë në jetë. Sepse krijesa njerëzore është krijesë që harxhohet shpejt. Dhe duke qenë se është kësaj, Allahu na ka obliguar që të jemi të lidhur me Kuranin deri në frymën e fundit, në mënyrë që zemrat tona të jenë të ushqyera vazhdimisht me fjalën e Allahut, pra të jenë të ndriçuara me nurin e Allahut subhanahu wa taala. Lufta më e madhe është brenda nesh, nuk është jashtë nesh. Prandaj kjo pjesë është ajo që realisht dëshmon për kulminacionin e ndërtimit të një njeriu. Nëse dëshirojmë ta dimë se sa jemi të formuar maksimalisht, le ta shohim veten se sa jemi në gjendje që të luftojmë me vetveten, sa jemi në gjendje që të luftojmë me egon tonë. Derisa nuk e kuptojmë se çdo gjë fillon nga ne, çdo gjë ndryshon prej nesh,
derisa nuk e kuptojmë se zemra jonë ndriçohet nga aktivizimi ynë personal, po në anën tjetër edhe errësohet nga mos aktivizimi ynë personal, atëherë çdo gjë është e kotë, çdo gjë bëhet formale dhe kalon në diçka zakonshme. Pastaj edhe ibadeti shndrohet në adet. Por kur ne vetëdijsohemi se çdo gjë fillon nga ne, prandaj Allahu në Kur'an thotë qartë se nuk ndryshon gjendja juaj, derisa ju nuk e ndryshoni veten tuaj, atëherë këtu ose do ta marrë orientimin e dur të ndriçimit ose të gabuar të errësimit të zemrave tona. Allahu subhanahu wa ta'ala kur flet për çështjen e ndriçimit të zemrës, ai na jep shumë mësime. Normalisht për shkak se Allahu është më i kujdesshëm për zemrat tona se sa ne që jemi të kujdesshëm me to. Dhe kjo tregon për dashurinë, për kujdesin dhe për mëshirën e Allahut ndaj zemrave tona. Duke qenë se Allahu i vlerëson veprimet tona, reagimet tona, madje edhe heshtjet tona në disa situata, pikërisht nga zemrat tona, ai ka dashur që ato t'i ushqej maksimalisht, pra të mos ju mungojë atyre asgjë prej dritës dhe prej nurit që ato kanë nevojë. Pastaj, duke qenë se Allahu do të na merr në llogarinë ditën e gjykimit, sipas zemrave tona dhe jo sipas pamjeve dhe pasurive tona, atëherë Allahu subhanahu wa taala duhet ta përmbush drejtsinë e tij ndaj nesh në këtë botë dhe të na informojë për çdo gjë që ka nevojë që ne të dimë për ndriçimin dhe edukimin e zemrave tona. Prandaj, ajo që zgjon zemrën dhe mendin e njeriu është lidhja me fjalën e Allahut. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Libër të begatë që ta kemi zbritur ty o Muhammed për t'i medituar argumentet e tij, wa liyatadhakkara ulul albab, dhe për të menduar mendarët, pra për t'i zgjuar mendjet e njerëzve. Dhe nuk mund të zgjohen mendjet e njerëzve derisa nuk zgjohen zemrat e tyre. Është interesante se pejgamberi Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është përfaqësuesi dhe promovuesi më i mirë i nurit teorik, i dritës teorike që është fjala e Allahut subhanahu wa taala në praktik. Pra nuk mund gjesh në jetën e tij gabime, shkarje, mos flasim mëkate të mëdha që do ta errosonin zemrën e tij. Megjithatë, ai vazhdimisht ka kërkuar nga Allahu që të jetë i ndriçuar. Madje një prej duave më të bukura që di nga pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam është duaja që ai e lutte Allahun subhanahu wa taala për ndriçim të zemrës së tij dhe të çdo gjëje që ka të bëjë me personalitetin e tij. Ai thon tek kësaj: Allahumma ij'al fi qalbi nura. O Allah, vendos në zemrën time nur, dritë. Pra ai filloi nga zemra, ashtu siç e fillon edhe Allahu. Pra çdo gjë buron nga zemra. Prandaj kërkoi nga Allahu ndriçim të zemrës fillimisht. O Allah, vendos në zemrën time nur, dritë. O fi lisani nura, edhe në gjuhën time, dritë. O fi sam'i nura, edhe në dëgjimin tim, dritë. O fi basari nura, edhe në shikimin tim, dritë. O min fawqi nura, edhe mbi mua, dritë. O min tahti nura, edhe nën mua, dritë. O an yamini nura, edhe në të djathtën time, dritë. O an shimali nura, edhe në të majtën time, dritë. O min amami nura, edhe para meje dritë. O min khalfi nura, edhe pas meje dritë. Waj'al li nura, edhe në fund tha edhe më bëj mua dritë. Shikoni se si pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht e ka lutur Allahun që ta ndriçoj zemrën e tij, gjuhën e tij, syrin e tij, veshin e tij, madje gjithë trupin e tij, e mbi të gjitha karakterin e tij, pra që të jetë ndriçues me karakterin e tij, ndonse ai ka lindur i tillë, ka jetuar i tillë dhe ka vdekur si i tillë. Pra kjo është porosi për ne. Kjo tregon se asgjë nuk është më e rëndësishme për një besimtar se sa ruajtja e dritës, ruajtja e nurit që Allahu ja jep përmes besimit në Allah, përmes besimit në Rasulullah si pejgamberi Allahut, përmes besimit në Islam si sistem dhe mesazhi i Allahut subhanahu wa taala. Sa prej nesh e lutim Allahun që të na bëj dritë. Sa prej nesh e lutim Allahun mëngjes e mbrëmje që zemrat tona, syt tan, veshët tan dhe çdo gjë që i përket këtij trupi metafizikisht e fizikisht që të ndriçohet nga Allahu subhanahu wa taala. Kushdo që e praktikon këtë dua, kushdo që e lut Allahun me këtë dua, ai do të përjetojë ndriçim. Ai do të përjetojë ndriçim të përbrendshëm.
ai do të bëhet dritë për të tjerët. Prandaj çdo kush që e ka besuar Allahun hak, e ka besuar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam për pejgamber hak, e ka besuar Islamin për fe hak, ai është bërë dritë për të tjerët. Ai ka ndryshuar rrethin e tij të ngushtë e të gjerë. Por kjo dritë duhet ushqyer vazhdimisht. Ashtu siç fanari i cili mund të shuhet nëse nuk ushqehet apo nuk i shtohet vaji, ashtu është edhe me zemrat tona. Nëse zemrat tona nuk ushqehen me nurin e Allahut, me fjalën e Allahut, me fjalët e Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam, ajo rrezikon që të shuhet. E kur shuhet, e rrësohet. Kur rrësohet, shtresohet. Kur shtresohet, shkatërrohet. Pa janë procese të pakontestueshme. Dhe kjo dua nuk na mëson çfarë do gjëje, po na mëson gjën më madhështore që ekziston, që është besimtari nuk kërkon vetëm të shoh. Besimtari kërkon që të njoh. Ne çdo gjë që e shohim me sytë tanë, dëshirojmë që t'i njohim ato që i shohim. Para së gjithash, çdo gjë që ne e shohim me sytë e zemrës, duhet t'i shohim për t'i njohur ato, për t'i kuptuar ato dhe pastaj për t'i aplikuar në jetët tona. Prandaj është mirë që ta pyesim veten tonë se çfarë po shohin zemrat tona aktualisht në këto momente, në këtë vend të bukur, në këtë qytet të mrekullueshëm. Çfarë janë duke parë zemrat tona? A janë duke parë dritë apo errësirë? Janë duke parë nur apo janë duke parë terr? Ndërka që Allahu subhanahu wa taala është mbrojtës i besimtarëve, të cilët sinqerisht e besojnë Allahun dhe adhurojnë atë. Allahu thot Kur'an, Allahu waliyul ladhina amanu. Allahu është mbrojtës i atyre që kanë besuar. Çfarë ndodh pas këtij besimi të sinqert? Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. I nxjerr nga errësirat e ndryshme. Çfarë do errësire që të ekzistojë, sado e madhe që të jetë, Allahu e nxjerr robën e tij besimtar nga çdo lloj errësire. Edhe nëse dikush është i thelluar në shtresime të shumta errësirash, të mëkateve, të problemeve, të sprovave, të telasheve, e kështu me radhë, Allahu e nxjerr fal nurit të imanit që e ka ky besimtar. Ndërkaq, ata të cilët e bëjnë të kundërtën, edhe në besim edhe në veprim, jo besimtarët. Çfarë thot Allahu për ta? Yukhrijuhum min an-nuri ila adh-dhulumat. Ata i nxjerr nga drita, nga nuri në errësira të shumta, si pasojë e mohimit dhe mos praktikimit nga ana e tyre. Apo e kuptoni se sa të nderuar, sa të privilegjuar jemi për Allahut, kur e kuptojmë se Allahu i ka ndriçuar zemrat tona me iman. Apo e vërini se sa të ngritur jemi në këtë botë para botës tjetër, sepse jemi përfaqësuesit e fjalës së Allahut në tokë. Apo e ndjeni se zemrat tona janë të zgjedhura, jo pse ne i kemi zgjedhur ato, por pse Allahu i ka zgjedhur ato që të jenë bardhëse të këtij imani, të këtij besimi. Pra është vlerë jashtëzakonshme. Prandaj besimtari i cili e ka zemrën e ndriçuar me nurin e Kur'anit dhe me nurin e sunetit të Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam, ai edhe përballë problemeve më të mëdha jetësore është i qetë. Ai edhe përballë smundjeve më të mëdha që mund të ekzistojnë në të përjetohen, ai është në shpresë, sepse në brendinë e tij, në zemrën e tij ka nur, ka dritë Kur'ani, ka besim në dritën e qiejve dhe të tokës që është Allahu subhanahu wa taala. Pastaj një prej çështjeve që duhet ta kemi parasysh është ajo se në këtë kohë ku dominon teoria ndaj praktikës, dominon informimi ndaj transformimit, Allahu i qorton ata besimtarë të cilët përngjasojnë me besimtarët e dikurshëm. Fjala është për ata të cilëve Allahu u zbriti libra, u zbriti shpallje, konkretisht Beni Israilve Allahu u zbriti Tevratin. Por ata nga praktika kaluar në teori, nga ibadeti në adet, pra nga adhurimi në shprehi. Edhe Allahu i qorton ata. Thot methelul ladhina hummilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Shembulli atyre të cilët e bartën Tevratin, pra e morën Tevratin, por nuk e aplikuan Tevratin, shpallin e Allahut, është sikur se shembulli i gomarit i cili bart libra. Pra çfarë dobije mund të përfitojë një gomar i cili i bart librat e tij në shtëpinë, kur ai as nuk i kupton, e mos flasim për atë se nuk i aplikon.
Pra mes ti dhe mes librave, ndonë se ka kontakt fizik, ka një çkyqje totale shpirtërore. S'ka njohje. Kështu është edhe me ata të cilët u përngjasojnë Beni Israileve të kohës tyre. Dhe ne fatkeqësisht kemi shumë Beni Israil në praktik, jo në besim, por në praktik, të cilët janë gjendje që të grumbullojnë shumë informacione, shumë teori, por nuk janë gjendje që të aplikojnë për tyre. Dhe fatkeqësisht nga kjo dukuri jemi të prekur pothuajse të gjithë. Pra askush prej nesh, apo shumica prej nesh, për të mos i hyrë hak dikuj, nuk e praktikon atë që e di. Duke filluar edhe nga. Kemi problem me këtë çështje, ndërkaq kjo është një prej rreziqeve më të mëdha të shkatrimit të veprave tona. Por duke qenë se ne jemi besimtarë mëkatar dhe jemi njohës të dobësive tona, njëri të jemi njohës të asaj se Allahu mbulon, Allahu mëshiron, edhe Allahu i jep afat robit vet, që ai të përmirësohet, që të vetëdijsohet, e mbi të gjitha Allahu i vlerëson përpjekjet tona të ndryshimit pozitiv. Pra edhe atëherë kur ne e dim dhe e kuptojmë që ne në raport me mesazhet e Allahut jemi shumë minimal në aplikim, edhe në praktikim. Por dëshira jonë është që ne të avancojmë, dëshira jonë është që ne të ndryshojmë, pra që ta shtojmë intensitetin e praktikimit, derisa spaku ta barazojmë me atë të informacionit apo të teorisë. Dhe Allahu kur e shen një përpjekje të tillë, Allahu jep bereqet. Allahu e begaton këtë rob. Pra nuk duhet t'ja lejmë vetës normalizimin e tjetuarit me teori, vetëm me fjalë, pa praktik. Sepse pejgamberi Allahut, apo në fakt Allahu subhanahu wa taala na tregon në Kur'an se i ka urdhëruar në mënyrë të drejtë për drejtë besimtarët e tij, duke filluar nga dietarët e ummetit, pastaj duke vazhduar tek njerëzit apo besimtarët më të rëndom të këtij ummeti, që ta veprojnë atë që e flasin. E të mos jenë për atyre që nuk e veprojnë atë që e flasin. Ja eyyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. O ju që keni besuar, pra Allahu nuk po ju flet, nuk po ju drejtohet ju besimtarëve, po ju drejtohet besimtarëve të tij. Madje besimtarëve të shëndosh që mes tyre dhe mes Allahut nuk ka asnjë shkarje. Në besim nuk ka asnjë pengesë, nuk ka asnjë lloj shirku. Prandaj i quhen Allahu besimtar. Thotë pse e flisni atë që nuk e punoni. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Është krim i madh te Allahu që ta flisni atë që nuk e veproni. Pra ky lloj qortimi nga Allahu është që ne ta kemi parasysh rrezikun e lartë të tjetuarit në këtë gjendje, të mos praktikimit. Po në anën tjetër Allahu e di dobësinë tonë, e di gjendjen tonë. Derisa ne jemi në kërkim të ndriçimit të zemrave tona, derisa ne përpiqemi drejt Allahut që të ndriçojmë ato, Allahu do të na beqatojë. Allahu do të na bëjë të mundur ndryshimin pozitiv dhe kurse si nuk do të lejojë që ne të dorëzojmë shpirtrat tonë me fjalë pa vepra. Pra, detyrimisht Allahu do t'ia sjellë robit tij sinqert, edhe nëse gjatë gjithë jetës së tij nuk ka qenë prej aplikuesve maksimal të asaj që e ka thënë, për shkak të sinqeritetit të tij, Allahu ja bën të mundur që të vdes me iman të plot, pra me përputhje të plot të fjalës me vepër. Sepse Allahu garanton për një gjë të tillë. Derisa ne Allahut i dëshmojmë sinqeritet, Allahu padyshim se do të na jep begati. Pastaj pejgamberi Allahut ndonse njeriu më i ditur, më i formuar, më i edukuar, ai prap ka kërkuar nga Allahu që ta ruaj nga dituria e padobishme. Prandaj thonte alayhi sallam, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. O Allah, kërkoj prej teje që të më mbrosh nga dituria e padobishme. Pra, sot mund të ketë informacione të shumta, madje në kohën tonë është koha dhe epoka e informacioneve maksimale. Dhe aq shumë janë lehtësuar rrethanat të përvetësimit të informacioneve të shumta, sa që më nuk është as pak problem që njeriu të ketë qasje të drejtë për drejtë me mësimet më të larta akademike. Pra mund të jesh njeri shumë i rëndomt, po të kesh qasjet më njëhershme në mësime akademike. Por çështja është kjo: sa kemi dobi nga ajo që e lexojmë, sa kemi dobi nga ajo që e mësojmë. Dhe thelbi i të lexuarit dhe i të mësuarit është dobi prurja. Pra shtimi i argumenteve për ne dhe jo kundër nesh në ditën e gjykimit. Pastaj vazhdon të thonte wa min qalbin la yakhsha, edhe më ruaj nga një zemër e cila nuk ndjen, pra s'ka ndjeshmërinë e të. Wa min nafsin la tashba, edhe nga një shpirt që nuk ngopet.
Pastaj tha wa min da'watin la yustajabu laha, edhe nga një lutje e cila nuk pranohet. Pra, po e kuptoni se çfarë rëndësie i ka kushtuar pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ndriçimit të zemrës së tij. Aq sa edhe për gjërat që mund të jenë dituri, pra mund të cilësohen si informacion, si njohuri, por derisa ato nuk përbëjnë dobi, ai ka dashur që të jetë larg tyre, larg asaj, për arsye se ajo i shton argumentet kundërnesh në ditën e gjykimit. Pastaj për gjërave që duhet ta kemi parasysh, është edhe ajo se Kurani është argument, është burhan, siç e shkruan Allahu në Kur'an dhe thotë ja ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum. O ju njerëz, juve ju ka ardhur burhani, argumenti nga Zoti juaj. Pra Allahu fillimisht e eliminon çdo mundësi dyshimi se ky libër është nga dikush prej njerëzve. Pra është direkt nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Sepse mes Allahut dhe mes mesazhit të Allahut nuk ka nevojë që të ketë ndërmjetës. Prandaj Allahu ka përzgjedhur që mesazhi i tij në këtë botë të jetë direkt fjala e tij, pra atributi i tij, cilësia e të folurit, në mënyrë që zemrat e njerëzve të ndriçohen, sepse asgjë nuk i ndriçon zemrat më mirë se sa fjala direkte e Allahut subhanahu wa taala. Dhe vazhdon ajeti thotë wa anzalna ilaykum nuran mubina. Dhe juve ju kemi zbritur dritë të qartë. Pa nuk është çfarë do drite, është dritë e qartë. Kushdo që ndriçohet me dritën e Kuranit, ai do të sheh qartazi përballë vetes. Sado larg që të jetë distanca mes tij dhe mes asaj që e synon, qartësia dhe thellësia pamore është e pakontestueshme. Pra ai e sheh qartë atë që e ka përballë vetes, edhe në largësitë më të mëdha. Kështu është me çështjet e jetës. Një zemër e ndriçuar me nurin e Kuranit, ajo do të jetë në gjendje që t'i kuptojë edhe qëllimet e jetës, edhe planet e jetës, do të jetë në gjendje që t'i realizojë gjitha planet që ai mundet me i kriju në mendjen e tij, të cilat i ka ndërtuar mbi bazën e mesazhit të Zotit të tij. Pra çdo gjë për të është e qartë. Nuk ka mjegulli mes tij dhe mes asaj që ai e synon, për dallim për atyre që zemrat i kanë të errësuara. Ata dhe për çështjet më elementare të jetës nuk janë në gjendje të bëjnë zgjidhje. Janë të errët në shpirt. Pra mund të jenë njerëz me kravata, mund të jenë njerëz me diploma, mund të jenë njerëz me pasuri të majme, por nuk janë në gjendje që të bëjnë zgjidhje elementare për çështjet thelbësore të jetës tyre. Për shkak se zgjidhjet burojnë nga zemrat. Zgjidhjet nuk burojnë nga xhepat, e as nga mendjet tona, nuk burojnë as nga veshmbathjet tona, por nga brendit tona. Zgjidhjet burojnë nga zemrat tona. E si mund t'i bëj zgjidhje një problemi, një zemër e cila është e errësuar? Nuk mund të bëj zgjidhje sepse ajo nuk sheh. Ajo është e verbuar, për dallim prej zemrës së ndriçuar. Zemra e ndriçuar është në gjendje që t'i bëj zgjidhje problemeve më të mëdha që mund të ekzistojnë. Çështje familjare, çështje sociale. Prandaj Islami çdo herë është zgjidhje, është solucion, sepse Islami zgjidh probleme me nur, me dritë, me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj nuk ka problem që nuk e zgjidh Islami. Dhe për këtë arsye Islami ka arritur me ndërtu burra e burrnesha, të cilat e kanë ndriçuar botën me mesazhet e Allahut subhanahu wa taala, të cilat e lulëzuan dhe e gjelbëruan shkretirën me mesazhe, me moral, me dije të pastër, me praktikë dobishme. Për dallim prej disa të tjerëve që shkatruan çdo gjë që kishin para vetes. Për dallim prej disa të tjerëve që shkatruan civilizime të fuqishme botërore. Me çfarë? Me errësirën e brendshme të zemrave të tyre. Pra si pasojë e errësimit të zemrës, u errësua shoqëria e tyre për shkak të dominimit të mëkateve, për shkak të dominimit të imoralitetit, për shkak të dominimit të padrejtisë e kështu me radhë. Pastaj për fund ajo që vlen të përmendet është gjithashtu ajo se Allahu subhanahu wa taala na bën thirrje të drejtë për drejtë që ne t'i ndriçojmë zemrat tona. Wa nafsin wa ma sawaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Ka shpëtuar ai që e ka pastruar atë, pra shpirtin, zemrën, dhe është shkatruar ai që e ka ndotur atë. Si mund të pastrohet shpirti? Vetëm me dritën e Allahut, vetëm me nurin e Allahut subhanahu wa taala. Vetëm me dritën e fjalës së Zotit pastrohet shpirti. Prandaj Allahu i vlerëson shpirtrat fisnik, shpirtrat e pastër, shpirtrat e ndriçuar. Dhe sa më shumë që lidhemi me fjalën e Allahut subhanahu wa taala, aq më tepër do të ndriçohemi në zemër dhe rrjedhimisht edhe në jetë.
Gjuhët tona do të reflektojnë dritë, fjalët tona do të zgjidhin probleme, reagimet tona do të parandalojnë rreziqe, veprimet tona do të zhvillojnë shoqëri, siç edhe ka ndodhur me gjeneratat e arta të këtij umeti dhe të njerëzimit mbar, ajo e sahabëve, e tabiinëve dhe e tebi tabiinëve. 3 gjeneratat e arta, të cilat vazhdojnë të jenë të papërsëritshme, jo për shkak se ata nuk mund të arrijen, por për shkak se kuptimi në raport me fjalën e Allahut për dallim prej tyre është i ndryshëm. Pra mënyra se si ne i kuptojmë mesazhet e Allahut, edhe se si ne i aplikojmë ato në jetë dallon nga ajo se si i kanë kuptuar dhe i kanë aplikuar sahabët e nderuar. Andaj lutim Allahun e Madhërisëm që në këtë kohë shpërqendrimesh, në këtë kohë mëkatimesh publike e private, në këtë kohë investimesh për të shkatruar vlerat morale njerëzore, të na ruaj, zemrat tona të ndriçoj, veprimet tona të begatoj me nurin e Kuranit, me nurin e fjalës së Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam, dhe t'i bëj pej zemrave të cilat kur nuk u dorëzuan së ndriçuari, kur nuk u dorëzuan së kërkuari dritë mbi dritë, nurun ala nur, sepse drita mbi dritë është ajo e cila ndriçon për herë dhe është e cila nuk tretet kur për aq sa të ekzistojë ajo. Walhamdulillahi rabbil alamin.